people, our soldiers are coming. Ditë po e ndajnë botën, nëse do të shkojë drejt një lufte totale, apo do të ketë një stabilizim të situatës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka dhënë 2 javë kohë për të vendosur nëse Washingtoni do të ndërhyjë ushtarakisht në konfliktin mes Izraelit dhe Iranit. Ishte zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Levitt, e cila në një deklaratë për mediat u shpreh se ka shumë mundësi që SBA të hyjë në negociata reale me Iranin, por nuk përjashtoi mundësinë që presidenti amerikan Donald Trump të përdorë forcën nëse situata në këtë rajon do të përshkallëzohet. Por çfarë do të thotë ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në konfliktin mes Izraelit dhe Iranit? Pasojat do të jenë shumë dimensionale, ushtarake, politike, ekonomike, por edhe humanitare. Përfshirja ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Deri më tani Washingtoni nuk ka ndërhyrë drejt për drejt në konfliktin mes Izraelit dhe Iranit, por ditë pas dite, mediat kanë raportuar për një shtim të forcave luftarake, anijeve, avionëve luftarak në këtë rajon. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfshihen aktivisht me goditje ajrore ndaj objekteve iraniane, si Fordow, mund të përdoret bomba ultra e rëndë si GB-57 MOP për të prishur bazat të thella nën tokë. Më pas, për të kaluar edhe në pasojat rajonale në shkallë të gjerë, të cilat pashtu do të prekin edhe shumë shtete të tjera. Irani mund të hakmerret edhe ndaj bazave ushtarake amerikane në rajon. Milicit të lidhura me Iranin, Hezbollah apo Houthi, mund të sulmojnë Izraelin dhe bazat amerikane. Kjo do të shkaktonte destabilizim në Liban, Siri, Yemen dhe ndoshta edhe në Irak, duke hapur edhe fronte të tjera të luftës. Pasojat humanitare pa dyshim që do të ishin katastrofike në të dyja shtetet, por edhe në të gjithë lindjen e mesme. Lufta do të shkaktonte mijëra viktima civil në Iran dhe Izrael, shkatrim të infrastrukturës jetike, shëndetësi, ujësjelljes dhe një krizë të madhe refugjatësh edhe në vendet e tjera, dhe ndoshta mund të prekej edhe vetë Europa. Secili konflikt i madh në rajon ka pasoja afatgjata, psikologjike dhe shpërndarje të madhe të popullsisë. Pasojat ekonomike padyshim do të jenë shumë të rënda, jo vetëm për rajonin e lindjes së mesme, por për të gjithë botën. Çdo bllokadë në gjirin persik ose në ngushticën e Hormuzit do të ngrinte çmimet e naftës ndjeshëm. Ekziston rreziku të shkojë në $150 deri në $300 për fuqi. Rritja e çmimeve në të gjithë globin, inflacion global, me ekonomitë europiane dhe aziatike të goditura rënd. Por, ndërhyrja ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në konfliktin mes Izraelit dhe Iranit do të ketë pasoja gjeopolitike, jo vetëm brenda politikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por në të gjithë botën. SBA do të përballet me opozitë të brendshme politike. Disa demokratë dhe republikanë mendojnë se me Kongresi duhet të miratojë çdo angazhim, ndërsa të tjerë kërkojnë vetëm ndihmë mbrojtëse. Aleatët si BE dhe OKB mund të përshkallëzojnë sanksionet. Rusia dhe Kina mund të rrisin mbështetjen ushtarake dhe diplomatike për Iranin. Nëse pas 14 ditësh, pas 2 javësh, si kundër ishte dhe ultima puni i fundit e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, SBA vendos të ndërhyjë ushtarakisht në luftën mes Izraelit dhe Iranit, cilët do të jenë skenarët e mundshëm të kësaj përplasjeje. Skenari i parë, ndihma mbrojtëse. SBA angazhohet vetëm në perceptimin e raketave apo dronëve iranian duke forcuar mbrojtjen e Izraelit pa ndërmarrë sulme direkte. Skenari i dytë, goditje të izoluara. SBA sulmon objektiva specifike iraniane si Fordow, për masa e konfliktit rritet edhe më tej. Dhe skenari i tretë, ndoshta skenari edhe më i frikshëm. SBA përfshihet plotësisht me sulme masive ajrore, duke nxitur hakmarrje rajonale nga Irani dhe milicit, një luftë që ndoshta të shkojë në një hapësirë shumë dimensionale. Si përfundim, përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën mes Izraelit dhe Iranit do të ketë pasoja ekstreme, rritje të tensioneve, shkallë të lartë të vdekjeve, krizë humanitare, çmime të larta të naftës dhe destabilizim rajonal. Dhe rreziku më i madh, nëse SBA ndërmerr sulme direkte duke larguar çdo mundësi për zgjidhje paqësore. Ndërsa sulmet mes Izraelit dhe Iranit vazhdojnë duke shkaktuar viktima të plagosur, por edhe ndëmtime të mëdha në infrastrukturë, duket se e gjithë vëmendja po përqendrohet tek diplomacia. Nëse do të jenë diplomatat ata të cilët do të gjejnë gjuhën e dialogut, apo do të shkohet tek ndërhyrja ushtarake, e cila mund të ketë pasoja katastrofike, jo vetëm për rajonin, por edhe për të gjithë botën. Nuk është vetëm Donald Trump dhe Washingtoni ai i cili po përpiqet të gjejë gjuhën e dialogut me Iranin, është edhe Bashkimi Evropian, edhe Europa.
Ministrat e jashtëm të Britanisë së Madhe, Francës dhe Gjermanisë janë duke diskutuar me ministrin iranian në Gjenevë të Zvicrës për të gjetur gjuhën e dialogut. Një bisede e cilat padyshim realizohet edhe në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto do të jenë 14 ditë vendimtare për të parë nëse diplomacia do të rritë të gjejë gjuhën e përbashkëtuar në tryezë palët të cilat po kundërshtojnë njëra tjetrën, apo do të shkojë drejt një lufte të gjerë. Shumë analistë janë duke u shprehur se ekziston frika e një lufte më të gjerë, por mbetet për të parë. Orët po kalojnë dal nga dal dhe Donald Trump, i cilësuar si komandanti i paqes, duhet të gjejë një zgjidhje për atë çfarë po ndodh në rajonin e Lindjes së Mesme.